Pse nuk ne ka treguar profeti kohën kur do të ndodh Kiameti? Së pari, profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, nuk na ka treguar se kur do të ndodh Kiameti, sepse ai nuk e dinte as vetë se kur do të ndodh ai. Për këtë ka shumë ajete nga Kurani dhe shumë hadithe autentike. Zoti thotë në Kuran: "Ty të pyesin për Kiametin, kur do të ndodh ai? Po, në çfarë gjendje je ti tua përkujtosh atë? Vetëm te Zoti yt është dijenia për të." Surja Naziat 42-44. Së dyti, nëse thuhet, pse Allahu nuk na i tregoi kohën kur do të ndodh Kiameti? Themi, urtësia e kërkon që koha se kur do të ndodh Kiameti të mbahet e fshehur. Pra ekziston një urtësi e madhe në fshehjen e kohës se kur do të ndodh Kiameti, njësoj sikur se ka urtësi në fshehjen që Allahu i ka bërë kohës se kur do t'i vi vdekja e njeriut. Elelusi Allahu e Mëshiroft ka thënë: Allahu e ka fshehur kohën kur do të ndodh Kiameti, sepse urtësia dhe arsyeja legjislative e kërkojnë që kjo të jetë kështu, e fshehur. Kjo është më efektshme në thirrjen e njerëzve që t'i binden atij dhe më efikase për t'i penguar nga kundërshtimi, mëkati. Në mënyrë të ngjashme, Allahu e ka fshehur edhe jetëgjatësinë e secilit person. Ajetet tregojnë se profeti paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, nuk e dinte se kur do të ndodh Kiameti. Po në terma të përgjithshme, ai e dinte se koha e Kiametit ishte afër dhe ai, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, na tregoi për këtë. Kështu që besimtarët duhet të kenë frikë nga ajo ditë dhe frika e tyre duhet t'i bëjë të vetëdijshëm se Allahu është gjithnjë duke i parë për atë që bëjnë. Prandaj duhet i përmbahen asaj që është e vërtetë dhe të kërkojnë atë që është e mirë, t'i friksohen së keqes dhe mëkatit dhe jo të kthejnë çështjen e Kiametit në qendër të mosmarrveshjeve dhe polemikave. Prej mëshirës së Allahut ndaj krijuesve të tij është se u ka treguar atyre për shenjat që sinjalizojnë afrimin e Kiametit në mënyrë që kjo t'i motivojë në kryerjen e veprave të mira, në devotshmëri dhe në shmangjen prej haramit. Sa herë që ata shohin njërin prej shenjave të Kiametit duke u realizuar, frika e tyre nga Kiameti dhe tmerret e tij shtohen. Bindja se Kiameti është afër bëhet më prezente, kështu që ata përgatiten për atë ditë duke bërë më shumë vepra të mira. Allahu i lartësuar thotë: A presin ata diçka tjetër përveç Kiametit që t'u vijë papritmas? Por disa nga shenjat e tij, indikacionet dhe shenjat tashmë kanë ardhur. Surja Muhammed 18. Profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Shpejtoni të bëni vepra të mira para se të ndodhin 6 gjëra: lindja e diellit nga perëndimi, tymi, dexhalli, kafsha e tokës, ajo që do t'i vijë secilit prej jush, vdekja, dhe ajo që do t'i prek të gjithë, Kiameti. Kjo do të ndodh. Paraprini 6 shenjave që tregojnë për afrimin e Kiametit. Nxitoni të bëni vepra të mira para se të ndodhin, sepse veprat e mira që bëhen pasi këto shenja të shfaqen, nuk do të pranohen dhe nuk do të merren në konsiderat. Fjala e profetit alayhi salam: Ajo që do t'i vijë secilit prej jush vetëm, i referohet vdekjes. Ajo që do t'i prek të gjithë, ka për qëllim Kiametin. Kadi Iyadi, Allahu e Mëshiroft, ka thënë: Ai, profeti, i urdhëroi të shpejtojë në kryerjen e veprave të mira para se të ndodhin këto shenja, sepse kur të vinë njerëzit do të stepen dhe do të hutohen nga veprat e mira, ose do të mbyllet dera e pendimit dhe e pranimit të veprave. Zoti thotë në Kur'an: E ditën kur të ndodh Kiameti, kriminalët heshtin. Ata nuk do të kenë ndërmjetësues, ndihmëtar prej shokëve, zotave të tyre, e me shokët, zotat e tyre, ata ishin jo besimtar. Dhe ditën kur të ndodh Kiameti, atë ditë do të ndahen njerëzit. Surja Rum 12-14. El Alai ka thënë: Qëllimi i këtyre transmetimeve është të na inkurajojnë të fillojmë të bëjmë vepra të mira para se të vdesim, si dhe të shfrytëzojmë kohën më të mirë para se të afrojë fatkeqësia. Elusim Allahun të na ndihmojë në shfrytëzimin e kohëve më të mira në bindje ndaj tij.